vërejtje në rendin e ditës së propozuar. Nëse jo, kush është për këtë rend dite? Faleminderit. Shkojmë me pikën e parë. Miratimi proces verbalit të mbledhjes 53 dhe 54. A ka dikush vërejtje në këto proces verbale? Kush është për miratimin e tyre? Faleminderit. Pika 2, njoftim lidhur me vendimet e PZAP-s dhe rrjedhjen e procesit zgjedhor. Siç e dini pra, ne kemi pranuar 2 vendimet të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Me një vendim, ne jemi obliguar që të rinumërojmë një numër të caktuar të kutive, masak 1472, dhe me sa kam informat nga Gjykata Supreme, deri më tani në këtë vendim, pra deri në orën 3, kur ka qenë afati pra prej 24 orësh, nuk është ankuar askush, dhe ky vendim bëhet i formës së prerë, pra i të fuqishëm, dhe ne jemi të obliguar që t'i rinumërojmë këto kuti ashtu siç është parapa me këtë vendim të BZAP-it. Unë kisha kërku nga sekretariati që me na njoftu lidhur me rinumërimin dhe si është planifiku të bëhet kjo rinumërim. Faleminderit. Në bazë të vendimit të PZAP-s thuhet që palët kanë drejt me ankymu vendimin e BZAP-it 24 orë nga dita kur ata i pranojnë ankesat e tyne. Kështu që konsideroj që në Gjykatën Supreme kuptohet. Mendoj që ne akoma nuk jemi në kohën kur do duhej me dhonë leje që në rës me vazhdu me rinumërim. Për faktin se nga ajo që ne e dim, vetëm sot ka fillu dhënia vendimeve ashtu si që kërkon rregulla palëve të cilat kanë drejt me ankimu dhe 24 orë mendoj që nuk janë sot në ora 15, por 24 orë rrjedh nga afati kur BZAP ja ka dorëzu palëve vendimin e tyre lidhur me ankesat që ata kanë. Kështu që ne nuk kemi edhe ndonjë informat as nga BZAP-i që kur fillon ky afati, faktikisht kur janë shprenda fizikisht kopjet e vendimit atyre cilët kanë ankimu mbi rezultatin që ne e kemi shpall. Kështu që kisha dashur mos ngutemi për faktin që akoma ata janë brenda afatit ligjor për me ankimu vendimin e BZAP-it në Gjykatën Supreme. Gjithsesi, s'du me polemizu, po me sa e di, unë ata i dorëzojnë edhe me e-mail, ja u dërgojnë subjekteve politike, personave kontaktus, përveç a faktit që i dorëzojnë edhe me kështu fizikisht, po gjithsesi, unë nuk mendova që na sot do të fillojmë të rinumërojmë, sepse nuk besoj që mundet me zgjat ma tepër ky afat se dita e sotme. Gjithsesi, deri më tani nuk ka asnjë ankesë saj përket këtij vendimi. Po unë e kërkova edhe nga sekretariati me na njoftu se në qoftë se nuk ka ndonjë ankesë, si do të procedohet dhe se janë edhe disa çështje tjera me të cilat na ka njoftu koordinatori i qendrës së numërimit lidhur me këtë vendim dhe numrin e kutive që duhet të rinumërohen nëse rinumërohen. Kuptoj, faleminderit. Ju keni marrë edhe dje një njoftim për sa i takon një lloj verifikimi preliminar që është bërë në bazu në kutit që tashme i kemi rinumëruar dhe krahasu me kutit që ka urdhëruar BZAP-i që të rinumërohen dhe keni pa raportin se sa duplifikime janë dhe po ashtu e keni pa edhe numrin e kutive që do duhet me shku në rinumërim. Sekretariati do të rris kapacitetet veta në funksion të efikasitetit të kutimin e afatit kohor të rinumërimit të këtyre kutive, pa e cënuar asnjëherë cilësinë dhe procesin e monitorimit, përkatësisht transparencën
e punës së tij gjatë këtij procesit të rinumërimit. Pra do të rrisim kapacitetet aq sa nuk e cënojnë edhe procesin e vëzhgimit dhe nuk e cënojnë edhe transparencën që besoj është një prej standardeve të punës sonë. Ne gjitha përgatitjet jemi duke i bërë në qendrën e numërimit të rezultateve dhe sfatet në kapacitetet plota dhe presim urdhrin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mënyrë që të procesojmë profesionalisht dhe me azhuritet atje. Edhe njerë po themi për dallim prej herave të kaluara me që ka një numër të madh dhe jemi kushtimisht themi në një lloj presioni për shkak të tezgjatjeve të afateve kohore pa fajin tonë të këtij procesi zgjedhor, ne kemi rrit kapacitetet dhe do të rrisim kapacitetet edhe një herë po përsëris në kufit që mundsojnë të ketë transparencë dhe mënyrë adekuate apo kushte adekuate për vëzhgim. Pra, përse ta kanë anës sonë, nga aspekti profesional, ju sigurojmë edhe një herë se sikur në të kaluar, edhe këto rinumërime do të zhvillohen pasi që të konsumohen afatet ligjore dhe të përmbushen kriteret ligjore për një gjë të tillë, dhe s'ka asnjë dyshim që sekretariati profesionalisht do ta kryej punën vet. Po, faleminderit. Po, urna. Faleminderit kryetare. Sa i përket procesit të rinumërimit, me gjithë dokumentacionin të cilin e ka dërgu koordinatori i qendrës së numërimit dhe në frymën e mbarvajtjes së procesit dhe kapaciteteve ekzistuese në qendrën e numërimit, kërkoj nga koordinatori i qendrës së numërimit të shtoj numrin e tavolinave, sepse ka hapësinë për mishru edhe 2 grupe të tavolinave, po të njëjtën kohë kërkoj që të ngriten edhe kapacitetet për turnin e tretë, sa i përket këtij procesit të numërimit, në mënyrë që t'jemi në kohë, në mënyrë që vërtet ta përfundojmë këtë proces të rinumërimit. Andaj e di që është e mundën që të krijohet edhe turni i tretë, po edhe të ngriten kapacitetet, duke kriju hapësirë në mes të punës dhe duke kriju hapësirën sa më të mirë për gjithë ata vëzhgues të cilët janë të interesuar që ta monitorojnë procesin e rinumërimit. Faleminderit, nëse mundet koordinatori apo kryeshefi me na tregu se janë disa. Për turnin e tretë ne kemi menduar, po megjithatë kemi konsideruar tash ende nuk është qëndrim kështu final që mund ta rekomandojmë para juve, po kemi konsideruar që cënën cilësinë e punës në kuptimin e asaj sepse kemi provuar edhe në të kaluarën që në ndrimin e tretë edhe në qendrën e numërimit të rezultateve dhe po ashtu edhe në shërbimin votues. Pra këto dy procese jashtëzakonisht ndihshme të punës sonë dhe ndrimi i tretë si i tillë nuk është tregu i suksesshëm në kuptim të saktësisë dhe nuk e ka rrit si themi në të kaluarën po flas, nuk e ka rrit në mënyrë signifikante efikasitetin e punës sonë. Për më tepër ka rrezik që të cenoj besueshmërinë në proces në kuptim të asaj të shkarjeve të mëdha teknike që mund të ndodhin mbikëqyrjes më të vogël e kështu me radhë si pasojë edhe të si themi kapacitete biologjike, fiziologjike të njerëzve që funksionojnë në atë ndrim, pra saktësia përkatësisht ndjeshmëria e punës që bëhet me rinumërim dhe ndrimi i tretë kemi konsideruar si sekretariat tash për tash që nuk korrespondojnë me njëra tjetrën, kështu që ndoshta duhet që të mundojmë për 2 ndrime ndoshta pak më të zgjatuna, po jo ndrimin e tretë ku kërkohet saktësi, precizitet, mbesa transparencë, e suqelësi në kryen e këtyre detyrave. Po megjithatë jemi këtu që diskutojmë sepse përveç që kanosi me kompromituar një proces në kuptim të saktësisë, nuk arrin gjë me kohë sepse kemi provuar në kaluarën, nuk ka prodhuar gjë ndrimi i tretë si i tillë sepse më shumë jemi marrë gjatë ditës me pasojat e veprimeve në ndrimin e tretë në kuptim jo negativ fjalës, në kuptim të shkarjeve për arsye objektive që njerëzit në ndrimin e tretë i bëjnë për shkak se ndrimi i tretë na e din freskinë e njerëzve që nuk kanë si ndrime të tjera. Po më jemi këtu që diskutojmë. Mirë, faleminderit. Ndoshta kishte më qenë mirë me na tregu tash sa kuti janë rinumëruar, domethënë edhe pse me këtë vendim janë është obligu KQZ të rinumërojë edhe një herë, dhe sa të tjera janë që janë 2 herë të shkruara, pra. Për që ta dim numrin e saktë.
të kutimit. Është mirë është pas verifikime, sepse një verifikim preliminar është bo nga burimi, po megjithatë për saktësime, unë kisha preferuar që ta kemi edhe një rikontroll në mënyrë që të jemi të saktë kur dalim me shifra, sepse ne nuk do të fillojmë nga këto duplifikime. Kemi kuti tjera boll që nuk kanosim që me i numru këto. Ja nisim prej të tjerave që janë në 1000 diçka, kjo është numër shumë i vogël. Pra nuk e fillojmë nga duplikatët ose ato që po i quajnë thosë janë kontestuese që ajo është rinumruar, po nuk është rinumruar një. E fillojmë me të tjera ndërkohë paraqisim raportin e saktë, në mënyrë që mos ju lajthisim as ju as vetë. Mirë, atëherë, sa i përket vendimi tjetër, ka tashmë disa ankesa në Gjykatën Supreme, po gjithsesi ajo edhe nuk ka ndonjë nguti, po mendoj ai varet tek rezultatet përfundimtare, kështu që nuk është çështje e cila kërkon prej neve ndonjë veprim përveç se në fund fare të procesit, dhe nuk kemi çka me diskutu. Pra, ne mbesim në pritje të asaj të shohim sa ka ankesa në Gjykatën Supreme, edhe pse unë e di që nuk ka, po gjithsesi konsumohet afatet ligjore dhe pastaj nëse jo na fillojmë prej nesër, gjithsesi kishte me qenë mirë me u përgatit QNR-ja për çdo rast. Këtore edhe një gjysmin. Përgatitjen janë bon, në aspektin teknik na mund të fillojmë edhe sot. Përveç që na nevojitet një njoftim një orë ose dy përpara të vëzhguesve, edhe mund me fillu, po me që po i konsumojmë afatet, po presim që t'i konsumojmë, sepse në aspektin teknik ne jemi na e marrim një vërtetim nga PZP-ja se deri kur e kanë afatin edhe e dim. Kështu që na asnjë veprim nuk e bëjmë pa vëzhgues, pa një flus pa ju, Mirë, faleminderit, atëherë besoj e shoh s'ka, këtu nuk kemi nevojë të marrim ndonjë vendim. Vazhdojmë me raportin e këshillave të PQZ-s, këshilli për çështje ligjore. Faleminderit kryetare. Këshilli për çështjet ligjore në mbledhjen e radhës ka miratuar kërkesën për zavendësimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Pejë dhe Klin. Pra fjala është për zotin mentor Bajri, emërohet antari i Kuvendit Komunal në Pejë nga subjekti politik Lidhja Demokratike e Kosovës, duke zavendësuar antarin e Kuvendit Komunal zotin Arjanit Krasniqi. Dhe po ashtu fjala është për zotin Erben Limana, emërohet antari i Kuvendit Komunal në Klin nga subjekti politik Lidhja Demokratike e Kosovës, duke zavendësuar antarin e Kuvendit Komunal zotin Enver Gashi. Kërkojmë nga antarët e KQS-s për miratim të këtyre dy vendime. Faleminderit. Kush është pra për rekomandimin e këshillit për çështje ligjore që zoti Mentor Bajri të emërohet antari i Kuvendit Komunal në Pejë nga subjekti politik LDK, duke zavendësuar antarin e Kuvendit Komunal zotin Arjanit Krasniqi. Kush është pra për? Faleminderit. Si dhe kush është për që zoti Arben Limanaj të emërohet antari i Kuvendit Komunal në Klin nga subjekti politik LDK, duke zavendësuar antarin e Kuvendit Komunal zotin Enver Gashi. Kush është për pra? Faleminderit. Këto ishin pra çështjet të cilat ishin sot në rendite. Në ndërkohë ju njoftojmë lidhur me ankesat eventuale për rinumrim dhe për atë se a ka ankesa apo jo, dhe nëse do të filloj rinumrimi. Nëse s'kemi diçka tjetër, faleminderit.